Brigjet e lumit Hir vijojnë të përdoren si vend depozitimi për mbreti urbane dhe inerte të ndryshme. Pamjet flasin qartë se si apelet e institucioneve vijojnë të bien në vesh të shurdhët, pasi çdo ditë mbi argjenaturën e këtij lumi, shumë pranë banesave të lagjit Skënderbek hidhen tonelata mbeturinash dhe inertesh të ndryshme. Janë vend banorët e kësaj zone që pohojnë se mbetjet urbane dhe inertet e depozituara mbi këtë argjenaturë deportohen nga qyteti, duke e kthyer kështu këtë zonë në një landfill mbeturinash. Për shkak të këtij fenomeni, shëndeti i banorëve vjen në rrezik e në të njëjtën kohë prurjet e inerteve kanë ndikuar edhe në devijimin e shtratit të lumit Hir. Mbeturina vjen nga qyteti Knina, masi e ka pablloku prefekti këtë vend, e ka marrë venim qeveriet mos mu hell meturina, prej meturinave ne ka me tobja prej atje ka. Në fund ne ka me posi tobja e re se kanë hell meturinat. Masi ka në hyrë qeveria dhe ne i bjen shoferat një tu, kena njoftuar disa herë policinë vetëm përsa dim na mund të morrin një kafe i lanë me ikën punë vetë. Prej meturinave si kanë hell këtu, ne ka çullë tokën atje më tonë. Kena shumë probleme shqetësim këtë punë. Ja paguajmë tani taksa shtetit shqiptar për helljen e meturinave për pastrimin e qytetit. Edhe ne na i bjen në shtëpi se na u kondojt komplet mjedisi. Si kur të ishim të kim shtëpinë bashkë në qendër meturina me landfill. Në këtë zonë nuk po zbatohet as vendimi i qeverisë që ndalon ngërryerjet në shtratin e lumenjve, një fenomen ky që pothuajse është prezent gjatë gjithë vitit, ku individ apo subjekte të ndryshme ushtrojnë aktivitetin e tyre ditën për diell të pashqetësuar nga askush. Ndërkohë prezenca e mbeturinave, ngërryrja e shtratit të këtij lumi dhe prania e inerteve kanë dëmtuar ndjeshëm bazamentin e tij e përpasoj duke rrezikuar seriozisht të 10 banesa të fshatit Bardhaj. Përballë kësaj situate, të gjitha institucionet përgjegjëse tregojnë indiferente, edhe pse janë të vetëdijshëm për dëmet që mund t'i shkaktojë ky lum qytetit të Shkodrës dhe banesave aty pranë. Ndërkaq ngërryrja e tokës nga lumi vijon duke vënë në alarm banorët e zonës, të cilët e ndjejnë veten të pambrojtur ndaj rrezikut.